gënjeshtari. Kësaj radhe nuk kam pas hapësirë edhe kohë mi bëj këto analiza, po kjo tabelë është shumë e rëndësishme sepse tregon që gravitimi i votës është ndryshe nga ajo që përgjigjen domethënë votuesit, prandaj edhe mendoj që exit pollat mund dështojnë sërish. Okej, ta nisim kështu. Kush ka mundësi sot të festoj? Kam përshtypjen përveç Aleancës për Autonominë e Kosovës edhe Ardian Xhinit. Aleanca gjithsesi mund të festoj, mund të filloj festën. Edhe unë mendoj që edhe vetvendosja mund të filloj festën nëse ka qëndruar mbi 51 deputet. Sepse rreziku serioz ka qenë me u kthy në rezultatet e shkurtit 2025-s. Nëse ka arrit, që bie janë dy fitues, është vetvendosja e Aleancës. Nëse vetvendosja ka arrit me rujt mazhorancën në parlament, pa votën ekstreme të diasporës që ka qenë 28 dhjetor, ky është konfirmim i legitimitetit të tyre. Që bie vetëm 7 deputet më pak thua ti. Nëse ka arrit 51, se ka pas 56. 66 ka qenë. Batoni. Nëse ka arrit vetëm për 5 deputet